Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Mirë se erdhët. Atëherë ne jemi të interesuar të kalojmë 6 net dhe 7 ditë në një resort ose në Antalya, Belek, nëse keni diçka ndonjë ofertë që mund na interesoj. Atëherë prit ti kalojmë. Këtu kemi Vogue Hotel Supreme, për shembull. Për juve. Ka mundësi edhe për fëmijët, do më thëmë. Po patjetër, juve sa fëmijë keni? 2 fëmijë, aty keni me jetë. Kemi 3, po njërin nuk e kemi këtu. Është i madh. Po, në rregull, shumë faleminderit. Treti është rritur. Për informacionin, tani vazhdojmë. Vogue Hotel Supreme, siç e shikoni, unë ndërkohë flas, po ju këtu keni të gjithë pamjet. Tani, Vogue Hotel ka fillon nga 1.889 euro për personi. Po ja, po. 1.889 euro personi, plus 2 fëmijë. Jo, le ta dëgjojmë mirë informacionin. Jo, të lutem. 889 personi. Po, do dëgjojmë mirë informacionin pastaj. Hajde. A më thatë që keni 2 fëmijë, kështu Po. që është Personi do më thënë herë 189 euro, që mendoj që është i favorshëm për juve, plus 2 fëmijë, të cilët akomodohen falas. A falas fëmijët, po, pse nuk thënë fëmijë jam falas. Falas fëmijët atëre po, është shumë, oferta shumë e mirë. Po, kjo ofertë vlen deri më 30 prill, kështu që normalisht e keni të favorshme. Doja të dija në rast se pak. doni ta mbyllni deri tani, por unë do ju tregoj më tutje se çfarë Deri që moshë jam ofron. falas fëmijët. Atëherë deri në moshën që janë që nuk janë adult. 12 dhe 9. Po, Perfekt, janë të falas. përfshirë besoj. Ne nuk e kemi herën e parë që udhtojmë me Globus Travel, është rajon e dytë, kështu që kemi pak informacion, por ne donim të dinim brenda hotelit çfarë ndodh, a ka sauna, a ka pishina të ndryshme, a ka një klub për Ja, si që fëmijët. shikoni, këto janë disa nga pamjet, ndërkohë unë po ju detajoj pak a shumë. Vogue Hotel është një hotel me 5 yje. Është një hotel gjigant, ka një hapësirë gjigante për 400.000 metër katrorësh, kështu që ka pishina me rë të bardhë, ka pishinë me dallë, ka 33 zhëshqitse që normalisht ju ndihmojnë Aquaparku, Ka dhe koncerte live, po shoh? Po, ka edhe koncerte. Tani, deti është fantastik, me u thënë të drejtën, është pak a shumë si deti jonë, është perfekt. Ka restorante me menu të ndryshme çdo ditë, gjenden 5 restorante à la carte, kështu që kam përshtypjen edhe këto janë në favorin tuaj. Dhe restoranti kryesor besoj i hotelit. À la carte dhe restoranti kryesor i hotelit. Tani, këto restorantet kanë të gjithë të magjinë e gatimeve mesetare, kështu që normalisht edhe juve ju përshtat. Unë kam një pyetje, udhtimi është në orët e para të mëngjesit, është ditën apo natën, si do të Sa ta udhton? kontrolloj pak, tani, fluturimi e keni direkt, me Turkish Airlines. Me Turkish Airlines. Keni edhe ushqim, kështu që është herë në mëngjes, po me oraret do të shqyrtojmë sërish. Nëse ne do të vendosim për të... Deri në çdo duhet vendosim. Po, e keni deri më 30 prill. Deri më 30 prill tha vajza. Shumë mirë. Edhe një pyetje Tani, e tjetër. rëndësishme është të dini që Vogue ndodhet diku 30 minuta, shumë afër me Jali Kavak, i cili Jali Kavak Marina ofron të gjithë brendet e famshme, pra butiqet ku ju mund të shkoni dhe normalisht Është ajo rruga kryesore ku është dhe porti i madh dhe aty janë gjithë butiqet e dyqanet më të shtrenjta. Pra, janë marinat më luksoze në botë, aty po, aty jo më kot e thash, unë e shoh zonja duket po shumë e vajtër, shumë e fisme. Jam shumë interesuar për vetë faktin sepse ju, me sa di unë, ofroni dhe shërbimin taksi nga agjencia juaj, cilën mund të kemi një pagesë ekstra. Me sa di unë, besoj që keni dhe sa herë në të kërkojmë që dikush në shëtis në për qytetin më të afërt. Hotelit ju, ne... Ajo është e gjitha e përfshirë. Apo do jetë me një pagesë ekstra si herën e kaluar? Jo, si herën e kaluar në Antalya, kur shkuam, po. Është e përfshirë. Tani, pra, jemi në rregull, besoj, përsa i përket fëmijëve që ju e keni shumë të rëndësishme, keni parkun e lojrave, keni këto akvadromet perfekte, keni pishina
Me dalgë, me rërë të bardhë e tjerë, kështu që restorante luksoze. Dhe njerë çmimin të lutem? Për 2 persona? Një person? 1.889 euro. Po, kështu që 2 fëmijë të keni falas. Po, falas nuk i kemi falas nga ju. Falas i keni në paket. Keni të përfshirë. Nuk na i ka falur njëri, fëmijët i kemi bërë vetë, i kemi tanë. Keni të përfshirë në paket. Fëmijët i kemi përfshirë në familje, po jo në çmim. Ndërkohë, shikoj dhe një reklam. Vetëm hallin e resortit, jo hallin. Shikoj dhe një reklam të La Blanche. La Blanche, shumë bukur. Ka një çmim më të ulët kjo, më duket është më 1449 shok në ekran. Po, e vërtet është, e keni me 1.000, përfitoni me 1.429 euro. Po, i keni dhe 2 fëmijët, cilët i kishit falas. Falas i kemi parë fëmijët. Shumë mirë është kjo. Po, prapë këtu, falas. Ndodhet në? Tani, La Blanche Island ndodhet në Bodrum, jo më kohë quhet La Blanche Island, i cili ka edhe formën e ishulli magjik, që kam përshtypjen për gjatë natës, do jeni jashtëzakonisht të lumtur të bëni xhiron rreth rrotës çdo natë. Tani, La Blanche është një resort i cili ju ofron një det me nguraleca dhe me një thellësi si deti jonë. Kështu që plazhet janë ekstrem të pastra me një det kristal, ka aquapark, keni 9 rëshqitse, keni 9 rëshqitse, si edhe një kids club me mini disco. Sa mirë, do me thënë, fëmijët mund të qëndrojnë aty dhe ne të shijojnë plazhin të qetë. I lini të gëzojnë në muzikë dhe juve gjendeni diku afër. Po, gjithashtu është afër me Jeli Kavak. Jemi në Bodrum. Që është zona e marinës luksoze, si që thash pak më herët, ka dyqane të markave dhe restorantet më me famë në botë. Tjetër. Ndërkohë besoj edhe restoranti kryesor dhe a la carte. E keni po prap a la carte restorantin, edhe kjo ju ndihmon shumë. Kuzhina është jashtëzakonisht e rrallë, kuzhinë turke dhe ndërkombëtare. Mund të merrni vaktet me pamje spektakolare nga deti, pra le të theksojmë që është pak a shumë një det fantastik, si joni, deti jon, ka një det kristal, kështu që kam përshtypjen e keni më të favorshëm. Data po prap me 30 prill, po prap me deri në datën 30 prill. Dhe këtu keni 7 net magjike. 7 net magjike. Kishim 6. Ndërkohë dhe këtu fluturojmë me Turkish Airlines. Një ditë më shumë, sotri. Një ditë më shumë. Ndërkohë udhëtimi është me Turkish Airlines përsëri dhe nisemi gjatë ditës, besoj. Po, këtë do e shikojmë bashkë, mirë po udhëtimi është natën, kam përshtypjen. Po, le të jetë natën, s'ka problem. Sepse ne është më mirë, sepse ne kur zgjohemi, kur arrim atje kemi ditën përpara. Ky është qëllimi kryesor. Keni ushqim në avion, që është shumë i favorshëm për ju. Më në trojë që kjo shfaqja që është më mirë, jo se është më lirë. Për këtë La Blanche është e përnaqme, dhe të tjetra ishte e përnaqme. Në çdo resort, edhe vjetë kemi patur të përnaqme shfaqen në resorte ku kemi zgjedhur. Tani, duke qenë se të dyja rastet janë shërbime ultra all inclusive, unë ju alë juve në dorë, por gjithsesi besoj që keni një favor këtu tek La Blanche, edhe Vogue është fantastik, unë kam qenë edhe kam përshtypjet më të mirë. Pa shumë mirë, ne ishim një grupë që më penë pa fëmijë. Pa fëmijë. Atëherë, unë do të pyesja duke qenë... Sorry, du shumë kelamatë. Duke qenë se... Besoj që klientë të ndryshëm vinë për të rezervuar. A mund të di cili është më i përshtatshmi për një çift të cilët kanë dhe 2 fëmijë, cili është më i qetë, pak a shumë, ose në 2 resortet, kush është resorti që na sugjeroni më tepër dhe fëmijët të kënaqen pak më tepër, dhe kujdesi të jetë pak më i madh ndaj fëmijëve? Atëherë, zotri, unë jam shumë e qartë me ju që kur erdhët. Po, faleminderit. Tani, unë si të thash, i preferoj të dyja, unë i kam të gjithë resortet janë fantastike, mi ndasi me vra.
Mirë po, La Blanche, për mendimin tim, është perfekt për ju. Sigurisht La Blanche. Ka edhe një çmim shumë të favorshëm, pra ta theksoj, 1.449 Ndërkohë, çmimi pak më i lartë? 1.880. Është 1.880. Në tani, më lini t'ju them edhe një detaj. Mendoj që është i rëndësishëm për ju. Fëmit me sa dëgjova nuk janë shumë. Nuk janë tanët, jo. Nuk janë shumë të vegjël. Kemi tanët, po janë tanët. Unë, pa, jemi, pa. Leti mbajmë hallet tuaja mbajni për vete. Këtu qajmë hallet. Fëmit janë të burit, me thënë të drejtën, se unë e kam gjetur me fëmi. Shofim këtë paketën, atër, paketa. Nuk interesojnë të detaje tani. Nëse janë fëmit e burit, kemi ullje. Nëse fëmit janë të burit. Globus Travel, nga që përfshihet globi rotullohet, jemi të gjithë bashkë. Atër, si që tash, këtu keni mundësi shumë të mirë që fëmijët targetohen gjatë ditës, keni restorant fantastik, keni një det fantastik, por keni edhe, mendoj që është detaj shumë rëndësishëm për ju, në rast se ata i zegjumi, keni një jetë nate perfekte, sepse keni shumë afër me resortin, kështu që mund të lëvizni një nga netët, ju të dy, mund të lëvizni... Jo, ne nuk do të bëjmë fëmijë të tjerë, më mjaftojnë fëmijët e burit. Jo, dëgjoj. Për zotin e ma përnej shumë. Nuk e ke ide. Unë, për sytë balit jo. Ama kam ca parime zemë. Si më shku? No, dhe që kam unë? Me njerës për shemë, si puna jote. Që ke ato tujat, unë tregoj të të mijat me të zbojmë rafsh gjallë në botë. Këto është ndryshime. Për atë po të them pra, për atë s'më përshtatësh. Ti ke tjetër botë zemë. Dhe të me dërë nga i botë zemë, si e shumë me keni botë të thatë. Me gëzua zemë, jetë është. Kur të kesh që besim, sa të të vogël të dikush, 50%. Duhet mu kombinu zemë. No, për zotën jo. Vetëm nga 2 resorte janë, ha? Hajde! Erda! Hajde! Jash mit Tiranë! Ras pash zotën a vërtet ras kështu, i vërtet në jashtë. Kush është tani? Nga videot që dalin. Baja po drëmë. Vaj, jo. Kush po ikin? Lajt hajde. Lajt hajde se ti e... Igli... Me kë? Po tani... Qow! Po si më lejt Jemi ju vaj mo. Mësë moment. Jo, unë jam vajza. Mirë, ime. Po, do i stormë zonë pa tjetër, do të në shërbesh e ti neve. Përshëndetje, Lerti, gëzojmë shumë. Në kështu sigur mirë se na erdhët e si e mirë. Si kaloni? Mirë, falem dhe mirë. Pak të lodhur jemi, kemi nevoj për pushime, kështu që... Shumë mirë. Erdhë në vendin e dur. Po, kështu kam të gjuar, edhe i thash babit me vrapit, thash. Me vrap që kam të Globus Travel, si a i di këto punë. Je me babin në vështë. Po, është me babin. Babi ma thot kështu, është e gruas, vajza është e gruas, po unë e kam rritur në fakt edhe prandaj më thot babi, s'ka problem. Jo që të sjarojmë, nuk jam aq i madh. E sjarojmë sa herë dush ti, po ti e babi im se ke lek shumë, që që më duesh. Edhe duke si babi. Dhe pse je shumë i mbajtë. Dukem që kam lek shumë. Duke si i Shumë mbajtë. bukur, Duke si je ti a i që mban budgetin në Peshat, shtëpi. po, sigurisht, unë jam. Super. Si të bën Që Lori. mos u kurseni, jepini, më të mirën. Tani, dhe me thënë ju, po shikoni për pushime familjare, besoj ju. Mund të ktheni andej, unë thjesht do paguaj. Çfarë i pëlqen? Shumë mirë, shumë mirë. Je babi, vajza, kush tjetër është në plan për pushimet? Shiko, unë me babin jemi. Po, Vetëm ju dy. Vetëm ne ne të dy dy. jemi. Okej, super. Atëre, opcionet janë dy. Me thënë ofertat në moment janë shumë. Ky që shohim këtu, cili është? Baja?
Baja, po, në Baja. Baja? Baja, ja ku është. Baja është në duke qenë se jeni familjar, unë do ju këshilloja Baja absolutisht. Çmimet janë shumë të arsyetueshme, janë 1249 për 7 ditë. Ju mund të rezervoni për datës 30 prill. Në Baja mund të gjeni përveç se domat me pamje nga deti, shumica e domave janë me pamje nga deti. Është edhe ky afër në Jalikavak që ka këto butike, këto gjëra. Po. Okay. Ky është afër Bodrumit, është vetëm 19 kilometra larg nga qyteti Bodrumit. Edhe çfarë e bën këtë rezorti special është lloji i aktivitetesh që mund të gjeni brenda saj. Si mund të shikoni, ju mund të gjeni brenda fitness, banjo turke, qendër spa, fush tenisi, basketbolli, ping-pong, bilardo. E deri me lojrat. Bilardo në qajmë dhe babë. Në intereson shumë bilardo. E deri me lojrat me shigjeta dhe bowling, kinema, mrekulli, disco, tu kërcen goca. Sallë televizori lojrash, Kështë e gjumë më shkoj, amfiteatr, mrekulli. Aktivitete pa fund për fëmijë, po nëse ky nuk është rasti. Brenda keni gjeni edhe një aqua park. Çmimi është shumë i arsyetueshëm si tash. Për 7 net, ju mund ta rezervoni deri në datën 30 prill të këtij viti. Ju do e rezervojmë sot 30 prill. Vërtet? Bam, po patjetër. Do i flas më vonë edhe për alternativën tjetër, por që kjo është për sa i përket Baja në Restorantet, se jam shumë interesuar për restorantet, se do hap perfekt. Është everything is ultra all inclusive, edhe menut janë të gjitha a la carte. E firmose që tani. Pas kemi muzik live, më ba. Po patjetër, do kërcesh ti deri në agime dhe unë do vjesh telefonit pastaj. Si thash, kjo është alternativë shumë e arsyetueshme. E shikoni mirë, mund të mendojeni, si thash ju keni kohë deri në datën 30 prill, edhe fluturimi është në datën 11 qershor. Edhe një herë çmimi të lutem te Baja 1249 euro, perfekt. S'ka problem. Ti që është 1199, mund ta shihni. Ti të dim sa lek si fund. Jo, të dim se ne shpenzoj më pak. Ti ke në dorë apo jo? Do ishte apo jo? 1249 euro personi. Ne nuk kemi 2 fëmijë, po për këdoj që ka fëmijë është për 2 për fëmijë që janë rrinë në moshën 11 vjeç, akomodimi është tërësisht falas. Mrekulli. Ky rezorti është, mund të them, fantastik. Tani ky tjetri që shohim këtu. Mund të marrë fëmijët e motrës për shembull, që kanë. Pse më shef ashtu? Pse jo? Po pse ma nxin për herë më pak? Ta nxin për herë, unë do merrem me ata, unë do merrem, ti do jesh e lirë, do kërcesh në disko. Vazhdojmë pak me. Kjo është 1199. Si ju thash, keni kohë deri datën 30 prill. Është 50 euro më pak. The North Collection Door a Bodrum. Ofertë speciale. Zor, si mund të shihni? Sa më ka marrë malli për verën. Po, është mrekulli. U knaqë. Tani, këtu çmimi varion. Çmimi është akoma më arsyetueshëm, është 1199 euro për person. Po, kushton 100 euro. Ndërsa për këtë ofertën ja para, nuk i gjen në deg, i pret me gërshër. Vazhdo. Kjo oferta zgjat vetëm deri në datën 15 prill. Tani në Bodrum se t'ja pun ato lek. Ky rezorti, me thënë të drejtën, është shumë i lakmuar nga gjithë turistët italian, gjerman, francez edhe danez. Këtu do shkojmë se dukesh dhe si daneze, nga që shpesher thonë ju ofroni Danimarkës e nga këto, shkojmë të ky më mirë. Po që të bashkohemi me danezët. Me danezët. Pse jo? Është i vendosur midis brigjeve të Mesdheut edhe të Egjeut. Si mund të dinë, shkoni, plazhet janë fantastike. Mediteraneo që është ja. Po, Mediteraneo. E kapim. Shumë mirë. Me pishina, me pamje. Bukur, jashtëzakonisht bukur duke. Në akvarium me boll. Edhe... Po, kishte. Ju e pasha. Ka, po s'ka. Ju jeni ka, i ka gjitha. Na, urdhro, tani, po? Tani... Te ky do shkojmë. Mendon? Po. Te ky do shkojmë se pash, ja, te ky do shkojmë. Restorante... Më përqeo kapelja. Këtu mund të gjeni gjithmonë menun a la carte,
ushqimi nga çdo vend i Ju botës. jeni italiane që jetoni në Shqipëri, keni mësuar shqip? Po. E dia, ma Bravo, che piacere. Faleminderit lumtur shumë. Faleminderit shumë. Edhe kam shumë E miq bëjnë që kështu ta italianë. lexoj pa Loredana. Interiori Loredana, Edhe ma kam dai, shumë miq Loredana, italianë që dai. faktikisht kanë shkuar në të Okej. hotel edhe çdo jemi klient, regjistruar. çdo Interiori shoh fantastik, ka më pëlqen patur shumë. fjalë të mira. Mrekulli. Po, edhe Kemi plazhi. mbyllur. Edhe plazhi. Do të thënë, e konfirmuar për Po, sigurisht. The North Collection Door a Po, Bodrum. aty jemi. Perfekt. Kështu që ti gëzosh pushimet, T'ja kaloni edhe kësaj mirë. radhe. Edhe A jam me fat apo nuk jam me fat? Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Na jeni një review kur të keni mundësinë pa Okej, qenë në patjetër, Instagramit. ato i bën goca ato Për në çdo Instagram lloj të gjitha. shqetësimi. Tani na Instagram neve ju kontaktoni gjejmë me Instagram. Globus Te globustravel.al. Absolutisht. Okej, mrekulli. Edhe si përfundim, Say Globus Travel. Think Travel. Say Globus Think Travel. Grazie Loredana, grazie tanto. Faleminderit shumë shumë. mirë. Faleminderit shumë. Andej ti te makina jote, unë po marr këtë makinën time këtej. Më shkoni në Instagram për çdo lloj shqetësimi, edhe për se si do ja kaloj. Titaniku, çau. Kush është? Të dy. Luxury Collection, jeti, Gerta. Se si pas radhës Danja i ka marrë para fletat Lori, Gerta, pastaj Jozi. Ja kanë dhënë. Çifti që është Janë si pas radhës janë shpërndajtë. çifti. Ju të dy, shumë mirë. Po të bëj be përsi i Ama çose A, unë jam mo? Nga Mesafir? Po, më hëtë? Edhe merrni pushimet pra. Tu nga tjeta. Hello. A je, që shi? Përshëndetje. Përshëndetje, Si jeni, Lorim? Gëzohem. Sa çift simpatik që je. Faleminderit shumë. Si jeni? Kemi dëgjuar shumë këtë vend. apo jo? Akoma jo. S'ke nisur pushime. zgjedhur vendin më të dur. Në fakt është fillimi i Globus verës Travel. dhe është momenti i dur për të ardhur tek ne, tek agjencia jonë. Na i ka rekomanduar Sepse- shumë me thënë drejtë. Për atë kemi lënë deri tani. Vetëm për arsye Besoj keni që patur të miq vendosim më me parë Globus Travel. që ju kanë folur për shumë, agjensinë tonë, shumë, sepse gjithmonë, ne shumë. jemi një agjensi Më e ku mira, ofrojmë lider. resorte ekskluzive. Mbi të gjitha janë resorte të cilat përfshin një akomodim të jashtëzakonshëm, mund të kënaqeni pafund. Megjithatë unë do doja të bëja një prezantim përgjithshëm se çfarë ofrojmë neve si agjensi Globus Travel dhe më pas Shumë unë kurioze doja të jam. dëgjoja edhe ju. Në fakt resortet që ne kemi janë ekskluzive për Globus Travel. Kemi resort në Bodrum dhe në Antalya. Në fakt janë të dy të ndryshëm, prandaj do doja që t'ju prezantoja paksa resortin e Bodrumit, i cili është i magjishëm, do të thoja. Në Bodrum, siç e dini, deti është magjik, është det ku e kaltra dhe e gjelbërta bashkohen së bashku, sepse në resortin që kemi, Titanic Luxury Collection, ka shumë gjelbërim, ka aq shumë gjelbërim sa që deti merr ato nuancat e gjelbërimit. Dhe Bodrumi në fakt nuk Më pëlqen ky kombinimi. Po, është Tani ju keni problem se ka shumë gjelbërim por apo? jo, është qetësia dhe relaksi që të ofron Titanic Luxury Collection, sidomos për ju që jeni çift i ri, resorti në të cilin unë do t'ju sugjeroja, nuk është ka një qendër, po themi një godinë qendrore të madhe hotelerie, por të gjitha godinat janë të ndara dhe duket si një qytet i vogël, si një qyteze vogël, ku të gjitha godinat janë të lidhura me njëra tjetrën dhe në fakt është i vendosur në kodër dhe pamja është magjike, është fantastike. Megjithatë, do doja t'ju dëgjoja dhe ju. Sa është distanca me detin? Është shumë pranë. Pra resorti është afër detit. Por sipërfaqja është aq e madhe sa që do duket sikur ju jeni në një qytet të vogël, në një qytet dhe aty keni dhe detin pranë. Sepse janë të lidhura dhe pishinat me detin. Do marrë me pamje nga deti apo Po, patjetër që. Po, ne ofrojmë dhomat janë me pamje nga deti, Edhe janë pamje nga mali është mirë. ka dhe me pamje nga kodra. Por gjithsesi juve çfarë do preferoni? Çfarë kërkese keni në veçanti? Unë them të marrim 2 dhoma.
dy dhoma të ndara, Një veç dhomë e për veç? gocën me pamje nga deti dhe një dhomë për me pamje nga mali. Jo, e pa besueshme. Kjo, në fakt, të nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë deri tani, që të vi një çift kaq simpatik dhe të kërkoj dy dhoma të ndara. Paraditje që ndrojmë këtej, mbas ditë dalim. Po pse e doni dhomën e ndarë me njëri Pikërisht tjetër? pra, paraditjet jemi me pamje nga deti, mbas ditë me pamje nga mali. Do ishte super. Dy dhoma Dy dhoma. për të dyja. Okej. Më falni se Mbas okej, të qepit shkuptova, mendova se Si doni dy gjithmonë, dhoma, dhe doni dy dhoma të ndara nga njëri tjetri, sepse Qa të bëmë akit? po, çfarë nuk dëgjojmë. Ka shumë preferenca, çfarë s'kemi dëgjuar te kjo agjencia jonë. Atëherë, në fakt ne kemi Për ushqimin do jetë të dija, faktikisht. Po? Jam shumë kurioze për ushqimin. ushqimin. Po, jam... Ushqimi është fantastik. Sepse kemi asistent personal, nëse doni ta dëgjoni. Apo dëgjoni? Është një nga shërbimet më speciale që ka Titanic Luxury Collection, ka sistemimin e asistentit social, që në kohë reale ju njofton për të gjitha aktivitetet e hotelit. Për gjithçka që ndodh aty, nga mëngjesi deri në mbrëmje 24 orë. Ka një bar 24 orë të hapur. Po. Që kur të dua, unë të shkojmë. Dhe në fakt, dhe bari pikërisht ka të bëjë me pamjen magjepse. Sepse, dhe zona e SPA-s është ka pishin të mbyllur, por kjo pishin të nxjerr edhe në det. Dhe është me pamje dhe nga pishina e jashtme. Kështu që është një lidhje mrekullueshme që mund të shihoni pa fund ujin, pra mund të çojeni në mëngjes, të shihoni pishinën e brendshme dhe më pas aty mund të dilni edhe në pishinën e jashtme, e cila është e madhe. Ka zona jacuzzi të rrethuara me gjelbërim. Vendosim për ta, po... Ka një pishinë qendrore dhe një pishinë për fëmijë, por dhe aquapark për gjitha grup moshat, nëse do dëshironi të merrni prindërit tuaj me vete. Fëmijë nuk e di nëse keni ose jo. Nuk keni fëmijë. Okej, por gjithsesi unë do t'ju thoja që t'ju sugjeronit edhe familjarëve tuaj, të cilët kanë fëmijë, që paketa e Titanic Luxury Collection. Një sekond të lutem se Nuk të mëroj. E di që do të shkojmë, po do të kështë që gjurim dhe doja shumë, më falni, e dini që në zërë por do doja që t'ju thonit dhe të afërmëve tuaj që kanë fëmijë, keni një ofertë për Titanic Luxury Collection, duke filluar nga 2.599 euro personi, plus 2 fëmijë falas janë 7 net. Po në qovë se nuk e kemi fëmijë. Okej, është personi 2.599 euro për person. Total. Dhe atëherë, kemi dhe sigurisht resortin tjetër, Etno Belek në Antalya. 6 net pushime. Ja, dhe në Etno Belek, si që shikoni, ambientet janë fantastike. Është godina qendrore, është me 7 kate, godina qendrore e hotelit, pastaj ka dhe disa vileta në Etno Belek. Ushqimi është në ambientin e përbashkët, ku është bari kryesor, menuja kryesore e ushqimit, por Etno Belek ofron edhe restorante à la carte. Janë 7 restorante à la carte, sigurisht me shi italiane, meksikane, janë të ndryshëm. Sigurisht që do doja të shikoni dhe një moment shumë të bukur. Ky është ambienti Etno Belek, i cili është ambient enkas për fëmijë, ku aty do të keni PlayStation, karaoke, ping-pong, bilardo, aktivitetet të ndryshme sportive në natyrë, të cilat i ofron Etno Belek, resorti. Ka 8 rëshqitse, ka një aquapark të madh me 8 rëshqitse, dhe gjithashtu 7 rëshqitse për fëmijë. Dhe qendër fitnessi, zonë crossfiti, palestër, sepse shikoj që ju jeni në tip muskulozi, kështu që patjetër që stërviteni apo jo. Të lutem, në këto tip muskulozi, sportistit riva, kujdes me termat. Se është mungesë profesionale. Cila është disiplina që ju stërviteni? Atëherë, sekret. Keni?
Është sekret. Okej, jo, do doja t'ju thoja që keni crossfit dhe qendër fitnessi, kështu që mund ta gjeni veten shumë mirë aty. Tek Etno Belek. Është vendi ideal i mbrëmjeve me koncerte dhe shfaqje çdo natë. Keni, ja, ku edhe shihet, keni koncerte dhe shfaqje të ndryshme. Kështu që do doja shumë që ju të zgjidhni. Unë jam për të Titaniku, me thënë drejtë. Titaniku, nuk e di më... Janë të dy resortet janë fantastike. Mrekullueshme. Fluturimin e kemi me Turkish Airlines. Turkish Airlines. Me orare çdo ditë. Kështu që mund të zgjidhni dhe oraret. Të lutem, mund të bëj pagesën që sot? Po, kë vendosni? Titanikun. E dia, është i parezistueshëm Titanic Luxury Collection. Dhe juve do të gjeni veten tuaj aty, do të shijoni 7 net të mrekullueshme. Me njëri tjetrin. Kështu që më vjen mirë që keni zgjedhur Titanic Luxury Collection. Shumë faleminderit. Udhëtim të këndshëm. Kur është udhëtimi në një? Sinqerisht jeni më të mirët, Globus Travel. Kjo oferta fillon vlen, më fal, nëse ju tha do të bëni pagesën sot apo jo? Deri më jeni brenda kohës. Mos thuj jo nesër. Jeni brenda kohës. Lutem sot. Deri më 30 prill. Më kupton si e keni kapur? Është e pabesueshme, domethënë shumë pak kohë nga tani nga 30 prill. Nga 30 prill, domethënë. Kështu që jeni në kohë për ofertë. Deri në 30, po lutem, është mundur të rezervoj që sot. Por fluturimi i parë drejt Bodrumit është më 11 qershor. Kështu që ju bëni pagesën sot dhe me 11 qershor keni të drejtë do presim të filloni pushimet tuaja. Kështu që kur po vendosin datën zemra? Me 11 qershor e tutje. E tutje, po datën kur po vendosin? Kur është rezervimi? Shikoni, edhe nëse nuk e keni vendosur datën ende, ne kemi dhe adresën në Instagram. Nuk dua të pres asnjë ditë. 11. Okej, por kemi dhe adresën në Instagram, globustravel.al, nëse keni ndryshim date, jemi aty për të komunikuar dhe për të na thënë, patjetër te globustravel.al. Mund të rezervoni Fluturimin e parë, datë 11 qershor. 11 qershor, u vendos. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishit shumë të këndshëm. Pushimet të mbara. Faleminderit. Shumë shpejt. Gerta, në thot spa, po CPA. Ose Ale. Ani normalisht jam unë. Bravo. Faleminderit. Hey, Rozi, me këtë do vish? Gloria. Me këtë do vish, Rozi? Hajde njëra. Hajde vjen shoqe. Përshëndetje, si jeni, si kaloni Globus? Si kaloni? Përshëndetje, si jeni? Si kaloni? Mirë se erdhët. Faleminderit. Ishim të interesuar, kemi marrë vesh deri me datën 30 prill, keni oferta shumë të mira. Patjetër kemi super oferta dhe keni ardhur në kohën më të bukur. Shikojmë Glorion këtu. Gloria Resort. Gloria Golf Resort Belek në Antalya. Po. Thënë të drejtën, vjen me një larmi shërbimesh. Dhe sinqerisht, nëse ma leni mua të gjëndor, do ju kisha... Ne të nuk lejmë asi gjëndor, po duam gjëtim ne. Do ju kisha rekomandu sinqerisht. Jo, zotrin, ne s'kemi ardhur lejmë gjëndor. Juve ne kemi ardhur na tregoni ofertat e Glorion. Po. Me beso, Rozi. Po. Unë e di shumë. Shikojmë që është në mes të gjelbërimit. Është në mes të gjelbërimit, por ka disa hotel në Turqi që pushuesit krijojnë marrëdhënie, por sinqerisht me Gloria Golf Resort Belek, sinqerisht është e pamundur të shohim përveç detit, kemi dhe një liçen afër aty, është dhe një liçen i vogël me sa shohim. Patjetër që po, ka një aquapark gigant dhe një gjelbërim pa parë. Po, kemi dhe liçenin e detit. Po, dhe liçenin e detit, po. Disa piscina të shpërndarë në gjithë territorin e hotelit. Gloria Golf Resort Belek ofron një përvojë të pasur për familjet, duke përfshirë një restorant të veçantë për fëmijë dhe një fushë lojrash me gjithçka. Zemra fëmijët e disë zemra mua jo, se ne... U bëm tanët. Tani kam ardhur me vajzën, tani zemra mua. U bëm tanët, Po i thot mami... Diqo, atëherë, jam interesuar këto Për të ruajtur bungalot. frymëzimin e fëmijëve gjatë qëndrimit, janë të disponueshme shumë aktivitete argëtuese. Gjatë gjithë ditës, ka shumë aktivitete. Animator të ndryshëm, po.
Muzika ka? Pa tjetër, zërma, që është kjo, që apo thu të lutem tani. Çfarë është kjo fjallë, ajo është kryesorja. Besoj nuk mungon as në mbrëmje muzika live. Kanë shumë mundësi zgjedhje mes 6 restoranteve me opsione à la carte. À la carte, po. Ku restorantet kanë specialitetet e kuzhinë turke dhe ndërkombëtare. Oh, wow. Italiane ka? Patjetër. Super. Shumë mirë. Italia është Amfiteatri ekzistues, vazhdon ende të sjell shfaqje mbrëmje për mbrëmje. Mbrëmje për mbrëmje. Ndërkohë ti jeni njohës e mi, unë e kuptoj shumë mirë se ne vajza nuk ka qenë, unë kam qenë me bashkëshortin përpara se të vinte në jetë vajza jonë. Ne, po sa po thosha, ne këtu kemi konceptuar vajzën tonë. Ka qenë një ndër resortet e mrekullueshme, sidomos. Ti ke marrë atë hijeshin e Gloria Resort. Beach Bar i mrekullueshëm, ndërkohë Bugalo, shërbimi në Bugalo është i mrekullueshëm, unë e kam shijuar Gloria Resort Golf. Dhe ja ku e ke mundësinë e dytë, pra. Dhe të gjitha Aquaparku është gjigant. Është super gjigant. Super gjigant. Palestër, spa, banjo turke. Restorante, banjo turke. Sa larg është nga qendra? Çdo gjë. Është shumë afër. Dhe çdo shërbim. Kishëm mami me Beleku në shumë afër, me arim një taksi në recepcion, e porosisin, për 5 minuta e kemi atje. Vjen dhe Fluturimi i parë drejt Antalyas është me 17 maj. Po, me 17 maj. Me çfarë fluturojmë, me çfarë linje? Globus Travel mundson udhëtimin, fluturimin direkt me Turkish. Po, do të shkojmë festojmë ditëlindjen. Super. Me Turkish Airlines, po, okay. Edhe me orare dite, mund të shkruani tani në Instagram globustravel.al. Për të rezervuar ofertën ose për çdo pyetje që keni rreth këtij rezervimi në Instagram. Ndërkohë çmimi për person është 1.399 euro, mos gaboj, Po, është deri me datën 30 prill, është ky çmim, super ofertë, 1.399 euro personi. Fëmijët e vegjël janë falas. 2 fëmijë janë falas. Qartë. Akomodimi për 2. Kjo ishte Gloria Resort. A keni alternativa të tjera? Belek. Patjetër që po. Kjo më pëlqeu shumë. Sinqerisht, kjo është jashtëzakonisht. Atë ke edhe Aquaparkun gjigant, lojra të ndryshme. Lojra të ndryshme për fëmijët e restorantet. Mes gjelbërimit. Hoteli, çdo gjë është sinqerisht. Ja tek është. Me bicikletë besoj këtu. Po, ndërkohë dhe nëse ke dëshirë të luash golf, e ke të pranishëm golfin. Patjetër që golfi, edhe nëse nuk e di, mund të ta mësojnë atje instruktorët të cilët janë. Ka disa vite që keni qenë apo? Po, kam qenë para disa vitesh, edhe besoj që kemi bërë shumë. Pëlqen që kanë këto pishinat private? Janë pishinat private, ndërkohë privatësi edhe nuk duan asnjë. Ka një super shtrirje. Ndërkohë tek liçeni që sapo kaloi është një janë shezdonë aty, mund bëjmë plazhe dhe aty, këtu janë Bugalo, që shërbimi është në Bugalo. Vërtet? Po. Ju garantojmë që shkojmë për te i pritshmërisë. Sinqerisht, Gloria është... Vetëm nga imazhet dhe nga pamja duket fantastike. Ne do të shohim dhe nëse keni një hotel tjetër të lutem? Patjetër që po. Oh, wow. Pastaj kemi këtë... Oh, wow. Siu Collection. Këtë bukurin. Siu Collection, Antalya. Kjo është Antalya. Kjo është lajm që e kam shumë rëndësi. Kjo është ekskluziv i Globus Travel. I Globus Travel. Vetëm ne e kemi këtë. Okazioni jashtëzakonshëm për pushimet tuaja, të gjithë ata që nga sot deri me 30 prill do të rezervojnë pushimet në Siu Collection, do të përfitojnë çmim duke filluar nga 899 euro. Personi plus 2 fëmijë akomodon falas. Aq lirë? Një super çmim. 899. Jemi të interesuar çfarë ka tjetër, restorantet. Mund të japësh pak më tepër informacion. 6 net pushime në hotel me 5 yje, 5 yje. Ndodhen në Kemer, i rrethuar me vila sa moderne aq edhe elegante. Plot gjelbrim, Rozi. Plot gjelbrim. Deti i Kemerit është një mrekulli, mund ta krahasojmë pak a shumë edhe me disa pjesë të jugut të Shqipërisë. Është me guraleca të vegjël. Shumë e vërtet. Madje gjelbrimi të shoqëron deri te dhoma, por shusit e këtij hoteli mund të shijojnë diellin dhe plazhin me pishinat magjepse ose buzdetin në pishinat magjepse ose me shetit ku dush.
buz detit. Po e shojmë gjelbërimin, po e shojmë. Deti është si deti jonë, me guricka të vogla, të bardha, me ujnë blu kristallet të pasër. Aquaparku ndodhet poshtë pemëve, ku të argëtoni me freskinë e dëshiruar aq shumë gjatë pushimeve. Ju presin deti, plazhi, pishinat, aquaparku, masazhe, spa, koncerte, restorante, klabe dhe çdo gjë që imagjinata juaj nuk e përcon. Unë duke qenë se ne... Shëtitje në qendrën e Kemerit, një mrekulli që nuk mund të rrim pa e përmendur. Po, është i mrekullueshëm, plot me dyqane. Ky resort njihet për kuzhinën e pasur me plot shije. Me plot shije, besoj mamit për këtë gjë që e njihka dhe i dikun dhe... Dhe ndërkohë, mbrëmjeve, diskot janë të hapura, mund të njohësh njerëz të rinj, të shijosh mbrëmjet e verës në një nga hotelet më të mirat që janë ekskluzivitet i Globus Travel. Nga prodhimet e detit dhe të specialitetet ndërkombëtare, kuzhina është e pasur me të gjitha. Është një ndër resortet më të fotografuara nga pushuesit. Kështu është foto pa fund në Instagram. Të premtoj si do mos check-in në Instagram. Ja, të doja. O, zot. Atëherë. Do ngjelet mami. Të them të drejtën. Fluturimi është... Glorian nuk e harroj. Glorian, atëherë. Ti ke dëshirë të shkosh te Gloria Resort. Gloria ishte... Ti më duket e thëret gjaku. Si adoleshente që shikon më shumë atë çmimin, po më beso se a thu ky më mirë? Si u collection. Nuk po them ky më mirë, sepse nuk di këtë them, sepse s'mund t'i ndaj. Por mos shiko atë çmimin që është diferenca pak... Jam imbarasuar, nuk di këtë zgjedhje. Shiko Dani, nëse ti do të njohësh njerëz të rinj, mosha jote, sigurisht Gloria Golf Resort i ka, po mendoj që për të afruar pak më shumë moshës tënde, edhe dëshirave tua, edhe mbrëmjeve në plazh, në beach bar, mendoj që të zgjedhim Siu Collection në Antalya. Dhe do ta lëm... Edhe ka masazhe. O, çdo gjë. Ja, këtë si kështu. Atëherë, oferta vlen deri me datën 30 prill, më thatë, si jemi për datën 8? Unë jam e lirë, me thënë drejtën, kështu që... Me datën 8, mund të rezervojmë me datën 8? Po. Atëherë, 3 persona adult të lutem për datën 8. Ishte knasi. Marrin dhe këmë vete? Dhe marrin babajin. Oke, tash dhe marrin të. Do kisha me shumë dëshirë, por ja që do t'jemi pranishëm për gjithë... Faleminderit shumë. Ju uroj një sezon sa më të mbar. Qëndroni me Globus Travel. Do të rrim në kontakt nga faqja Instagramit. Do të rrim në kontakt nga faqja Instagramit, na dërgoni më tepër ofertat e qeshorit, korrikut dhe të gushtit. Pse jo, sepse ne dëshirojmë që dhe në fund të gushtit ose fillim të shtatorit, e dim që në shtator ju ofertat i keni edhe më të mira. Kështu që ne do të qëndrojmë në kontakt. Ju falenderojmë që qëndroni me Globus Travel. Faleminderit shumë. Ma marrim dhe këtë. Të ta marrim shtator të ishë mami. Ta njojnë mirë. Gjithmonë të kënaqur dhe do jeni gjithmonë të befasuar me çfarë ne ofrojmë. Ju falenderoj për shërbimin. Kënaqësia ishte gjitha jona. Faleminderit. Think Travel. Faleminderit. Po marrim mama, që sa nepse. E marrim, hajde, sa i kënë gjarë babanë. Alo. Hajde, kush është tani? Kush është? Do dali atje. Titanic. Qov. Hajde. Qov. Hamo. CPA. Hajde lart. Qo me Po sa i gjeste. bukur shën ka. E ke si me kështu, si me bugalo këtë. Si me... Bure gura me gjeste. Barë më ku kemi qëtë me kabina. Vete unë. Si është kjo, si e ka Si do emër? jesh vetëm, duhet jetë Vete unë. Përshëndetje, si jeni? Po ecë më. Shprit. Trenin. Jo, duhet jenë dy. Ashtu e kishim lënë, por... Hajde. Rozi, Dania si ruse. Ola ert. A do ta bëni atë me gjeste? Daniela, do shkosh. O, Dania,
Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeni nderuar? Gëzohem shumë. Është djali e ka për herë të parë. Në Globus Travel jemi, apo jo? Në Globus Travel, pa tjetër. Globus Travel nga Globi, babi, që është i përfshin të gjitha. Do shkojmë kudo. Pa Ku tjetër, keni, qa oferte keni? Së parë njërë keni udhëtuar më parë në Me Globus Travel? Dhe me Globus Travel, apo e keni për Po, parë? kthejnë, shiko pak reklamën andej, babi, ka vajt një 2 herë, po nuk e ti djali. E kuptova, në rregull. Në fakt ne kemi nisur me ofertat e verës 2025. Ka super çmime, unë mund t'ju prezantoj dy resorte të ndryshme. Janë pak të ndryshme edhe në çmim edhe në sipërfaqe, por ju pastaj mund të përzgjidhni atë që mund t'ju duket më e përshtatshme për ju. Ja, shiko video, babi, kush të pëlqej ty, do më thuash. I pari është Titanic Deluxe Golf në Belek. Qka bardha që të Është Nëse tjetra mund t'jetë e zezë, buro. është në fakt resort që të çon në përjetime të tjetër niveli. edhe qka, pa. Ka aquapark, Selon, i pëlqen noti shumë. Pa tjetër aquapark. Këto rëshkitë se ti pëlqen shumë. Aquapark në fakt me sipërfaqe gjigande dhe nëse rezervoni deri në datën 30 prill, për këtë resort mund ta përfitoni çmimin nga 1.589 euro për person. Për person. Dhe ju që keni dhe rastin që jeni familjar me fëmijë, fëmijët i keni falas, pra nuk paguani Jo, asgjë për fëmijë tjetër s'kam, ky mjafton për 4. Nuk kam shtëpi tjetër. Kaq mistrecije më. Babi, më së halet, babi. Jo. Do më thënë që e kam këshu, sa për 4. Kaq shumë e dua. Sa për djalin, keni komoditetet të gjitha llojeve, ka edhe një... Ju si quheni? Unë quhem Egli. Egli. Egli, po. Gjesti, djali. Djali. Jo se shoqi po ju shef gjithkohën edhe... E qartë. Të përqenë. Tani, përse erdhëm këtu, babit, për do mbyllim hotel, apo do... Babë, që ulesh atë atëse? Të përqenë pishinat? Po. Ka 8 pishina. Po për ti, sa. Faleminderit, po unë nuk jam pjesë e resortit, po atje ke gocat bukura pa fund. Jo, ullu. A gjysh? Jo, ja, e thash, e kam për 4. Ullu, babit, keqen se jemi me kamera, e pushojnë nga puna. Përmbani çunin. Nuk ka kështu në Globus Travel. Po, bab. Të kuptoj, po. Ti me mu... Shiko se pushimet do i paguaj babi, besoj, kështu që... Belek, unë e të kuftë kismet në lek. Po, dakor, qok gjyzel. Një lek. Qok gjyzel. Po thoja nëse djalit i pëlqejnë pishina, 8 pishina, i keni vetëm në zonën e jashtë. Nëse asho do vendosni juve për djalin, se e shoh që... Dhe dy të brëndshme. Shku edhe të qëtë të bardhët, babë, gjithësysh. Edhe një park gjigant me rëshqitse uj, se e shoh që jeti Ka fani, dhe që të rëshkitse, i pëlqejnë pëlqejnë këto rëshqitjet. Po, rëshket gjithë kohën. Për spa, për palestër, të pëlqejnë? E palestrën e ka filluar tani, ka filluar palestrën, e ka Keni filluar. përfshirë edhe spa dhe edhe palestrën që janë me shërbime të plota në Titanic. Protein, ka? Kërkon dhe protein, po. Mendoj që edhe mund E gjejmë dhe proteinën, mund ta jenë në rregull. përshtasni nëpërmjet ushqimit Për kingi. në restorantet që janë pjesë e resortit, janë gjitha restorante a la carte. Keni restorante turke, Ka dhe këto makinat e menu vogla, italiane, me menu këto janë për ty aziatike. këto makinetat e vogla. Oke, muzikë, oke, Shpiks për lodrat. djalin. Lodrat. Buka që është përshijet ka dhe më thonë. Ushqimi është Ushqimi si është? i kuzhinave të ndryshme, në fakt edhe italiane, edhe turke, edhe aziatike, deri në lindjet largët. Çfarë të Kështu pëlqen? që ke ushqime proteinike sa të duash, patjetër. Me sa e di specialista kuzhinë. Absolutisht kuzhinjer të niveleve më të Do vash, larta. do vësh mish. Dërkomtar. Patjetër, mbrëmje të pëlqejnë show ndar koncertet. Alkohol. Janë me trupa nga... Qa alkoholi? E kam, i lam ato. Tani për pushim është djali, se e piu dhe një koktejl në pazit. Hajde, akor, hajde. Mbrëmjet i O del me keni... një 2 gota, kaq. Keni me trupa nga Las Vegas. Janë kërcimtarë dhe balerin profesionist nga Las Vegas. Ka shfaqe, show aty, po? Po pa tjetër gjdo natë, dhe kjo në fakt është edhe highlighti i mbrëmjeve të... Janë ekstra këto në çmim? Jo, janë të gjë është e përfshira? përfshirë, do me thënë kur temi 1589 euro për person, Shqyqyr. gjithçka që nga... Krejt që to me krejt që to pare, një avë vetën qyllë.
Po. Një javë ditë që nga akomodimi, pishina, janë të përfshira në paket. Qyll do me thënë. Po, bravo të qoftë. Keni gjithashtu 1500 dhe sa keni fat? gjithashtu dhe një plazh privat, vetëm 1 kilometër larg. Shumë mirë, kur t'jetë djali në disk, unë do shkoj të privati. Do me thënë, është i gjatë për 1 kilometre. Je në vetë? Plazhi, po. Është plazh privat i Titanic Deluxe Ju të Globus Golf të djeni Belek. shumë të informuar, bravo. Po, pa tjetër. Shiko, gjithashtu, jeni në qendër të Antalyas, në këtë resort, dhe si të shumë të huaj që vizitojnë, e kanë quajtur që bën pushime 2 herë nëse vjen në Titanic, sepse ke edhe qendrën që mund të bësh lëvizje të tjera, të shikosh gjëra të tjera, të bësh shopping e tjerë, në ana tjetër e ke edhe resorte shumë afër. Mjaftë e pe. Ska lezet tani, ska lezet. I ke ngullur sytë e solle vajzën siklet. Më atje pe këshur ushqimi, kë ka çfarë ushqimi? Ushqimi mrekullueshëm. Si që thash, fëmijët janë të akomoduar pa pagesë, vetëm kostot për adultët. Do me thënë, tani është i madh pak, nuk është mbi 12, nuk e fshejmë dot. I ka dalë dhe mjekra. Çfarë do mund shtoja? Fluturimi parë, nis në 17 maj, drejt Antalyas. 17 maj. 17 maj, po. Edhe Globus ju mundson fluturim direkt me Turkish Airlines. O, sa mirë. Po, me orare dite. Nuk ka nevojë që tu thoni natë. Se me zizgjohet, se rritër natën lexon. Lexon natën edhe... Duket që është natyrë e lexuar. Është e lexuar si natyrë. Pastaj, për çdo informacion ekstra që mund të doni, ju mund na kontaktoni në Instagram 24 orë në globustravel.al. Bëj follow tani direkt globustravel.al. Dhe mund të rezervoni ofertën me çmimin që diskutuam. 1 sekond t'i bëjmë follow në globustravel.al. Ja gje pak ku është te Instagrami globustravel.al. Aty keni të gjitha informacionet të detajuara. Follow direkt. Follow edhe like, pastaj like bëjmë vetë. Tani luks me super çmim, vetëm ky mund të jetë, kapet deri në datën 30 prill. Pastaj opsioni i dytë që mund t'ju tregoj Ja shive këtë babi. Belek Beach Resort. Shive këtë se kishte edhe ato me ngjyra. Ama veç pak që të telefon, ama se të shën kështu ashtu. Bëj follow në Instagram Belek Beach. Si që shikoni sipërfaqja është sipërfaqja është gjigante. Po. Vetëm në mua telefon, mos shif gjëra tjera këtu në Instagram. Që është kjo faqe që hapur këtu? Hap faqe të tjera. E qartë, e shoh që është pak problematik, po mendoj që problematik është i lezetshëm. Pushimet në Belek ose Titanic do t'i bëjnë mirë, kjo është e sigurt. Po. Belek e keni me sipërfaqe të pafundme, është 48.000 Flaut, ka dhe muzikë klasike. Po. Shumë interesuar jam për ato. Ambientet janë të gjitha të reja, peizazhi është manitës, është rrethuar me lloj pemësh mesdhetare, me palma, është një mrekulli. Do mësojmë dhe me panorama. Dhe këtë e keni me super ofertë. Sa është? Ky është me super ofertë, është 729 euro për person. Fëmijët janë të akomoduar falas. Po që fëmijët është në mjekër, do më thënë. Po që në restoran për sa javë një Po e javë? konsiderojmë fëmi, po një javë, 729 euro personi për një javë. Mos ki merak. Dhe fëmijët janë pa kosto, janë falas. Keni mundësi ta rezervoni deri në datën 30 prill. 30 prill. Po, kjo është oferta. Keni për të kaluar 6 net magjike në Belek Beach. Do ndjeni të privilegjuar për zgjedhjen, se është realisht me 5 yje edhe... Do me thënë, kjo është në qendër në Antalya, si që është tjetri? Jo, kjo nuk është fiks. Nuk është fiks në qendër, por ke pishinat që janë me ujë kristal të pastër, janë gjatë gjithë kohës të filtruara. Edhe të filtruara për djalin. Më ngjanë mua, është bërë pak problem flirtimi. Karëshitse kalojra, totalisht botës fëmijëve do me thënë, edhe është dedikuar një mini klab, vetëm për fëmijët. Për fëmijët? Vetëm për fëmijët dhe kanë për kujdesje, shërbim. Po ti nuk je fëmijë, kështu që mos më intereson. Kanë për kujdesje dhe shërbim me kot plot. Nëse se ndoni ta lini djalin atje me orë të tëra, ju mund të pushoni, mund të shjoni pishinë në restorante, të dhomën e tjera, atje keni njerëz që për kujdesen për djalin. Unë e lënë, ju nuk do gjeni më mini klabin. Po e lasë, që është më mirë t'ja mund me të. Jo, janë aq profesionist njerëz që kujdesen, sa më beson nuk do dali dot nga. Janë me eksperiencë personele. Tani, do Titanicun apo Belekun, këdo? Dyjat. Si jo të dyja nuk vemi, do të njëra do vemi. Dyjat, njëra njëra. Do i mbyllim të dyja. Të dyja? Po. Vërtet? Nga data, kur ishte 7 maj? Atëre, në Belek,
17 maj. Po, do me thëmë fillon me 17 maj. Shumë, 17 maj. Prit tani, 17 maj, deri në 24 do jemi në Belek. E qartë? 25 deri në 31 do jemi në Titanic Deluxe. Atëherë, vetëm një pyetje. Do shkoni vetëm të dy babi birra? Vetëm ne të dy, gjithandej vetëm të dy vemi. Kjo është fantastike. Vetëm të dy vemi gjithandej. Tani me që i mbyllëm të dyja, me që i mbyllëm, po lere tani. Po, mos ja thuaj të gjitha. Po ti pas ke ngjarë babi, domethënë, Dhe brenda mundësive, nëse keni mundësi, se shoh që jashtë zyrës ka dhe të tjerë që duan të hyjnë. në fakt jemi në periudhë fluksi. Kështu do gjithmonë në Globus Travel. Duke qenë që janë super oferta me super çmime. Ne me që i mbyllëm të dyja, se i bjem, është pak i turpshëm. Mund të rali numrin e telefonit që të komunikoj djali, po do të ndryshoj ndonjë. Lutu. Shiko, të them... Lutu si qëtuar, si ka pjesëmarrja, kështu me turp. Të them të vërtetën, të them të drejtën, djali është shumë simpatik. Dhe si dhe ka shumë? Po sa ke bezdi kjo të grupam. Po sa bëjmë këtë të gruta? Që? Në pika të zama. Tipo, Aja një është këto pastaj. Këto fort. është këto pastaj. Që si më bonë. O, që të ti. Gjes, qëfar thaj Gjes? Se i Globus qëfar? S'po du më të kalëzu. S'po du më të kalëzu, se e të ma tesh të në kohën, kështu një maj meshë për këtë. Shuj, bot. Shele. Kalista, kush është Kalista? Nëll i e, nëll. Hale. Hade, qka i ben kjo? A di qka është kjo? E qka the? A se di qka është kjo? Holiday! A di që e di që ke fjallë? Ma ke tesh. Balë. Se di hesh. Të më kalëzu, s'kom shkollë mësën vetë mo. Qka që? Shele. Hale. Holiday! I Globus qëfar? Se i Globus? Përshëndetje. Përshëndetje si jeni, si kaluar të mirë. Mirë, ju jeni të shoqe, jeni... Të shoqe. E, qetësi, ju lutem, qetësi. Të vajtë që shkuaj të Instagram, tek Globus Travel.al. Tu i dëgjoj shumë për agjencinë tuaj me thënë drejtë dhe me si po prisnim. Më falni sa të mbyll derën. Shumë mirë se ishte shqiptore. Atëherë përshëndetje, ju jeni të interesuar për një javë pushime Në pushime në Turqi. në Antalya. Okej, ne kemi disa resorte, jemi në periudhë ofertash, deri me datën 30 prill, ofertat janë mjaft të mira për të gjithë ata që duan të pushojnë në resortet në Belek dhe në Antalya. Kështu që unë të doja t'ju prezentoja, në këtë moment e shikojmë një nga resortet Kalista Luxury Resort, që është një resort që njihet për një nivel të lartë shërbimi dhe të luksit. Është me 5 yje, resorti është ekskluziviteti Globus Travel, dhe ndërkohë është një resort ultra all inclusive. Besoj që jeni të interesuar për çfarë përmban brenda resorti. Ju keni qenë ndonjëherë në Antalya? Po, kemi qenë. Daja, keni qenë në Antalya? Ke qenë në Antalya. Ju nuk keni qenë asnjëherë në Antalya. I vlerësuar me çmimin, ky resort është i vlerësuar me çmimin Green Star. Ka një sipërfaqe të pabesueshme, është 1200 metra katror. Më fali, 120.000 metra katror ju kërkojnë ndjes. Konsiderohet si perla e Bregdetit të Nataljas. Kush dëshiron të bëj atë albumin e fotografive për Instagram, keni gjetur vendin e duhur. Aty albumi juaj do të mbaj vendin e parë për foto të ndryshme, për ju që doni të shpalosni veshjet tuaja dhe shpirtin e lirë. Jeni të dashura pas muzikës? Po, jemi faktikisht për qef, kështu që po, muzikë... Keni ambientet
të mrekullueshme për të argëtuar ambiente me klasë, të një stili të lartë, ku mund të shpalosni veshjet fashion dhe gjithçka që ju do të merrni me vete për të dukur sa më bukur në këtë resort. Si shikoni, këtu është dhe një fëmijë keni? Jo. Një dy shoqe që kemi qef të kalojmë pak kohë pushimi. Jemi për qef. Nuk kemi fëmijë, vetëm unë dhe shoqja ime. Pra pak rehatshëm, pak qetë, po mbase edhe gjatë natës në rasa Kalista ofron. Pak movida në Kalista do të gjeni mishërimin e paqes edhe të elegancës dhe ju të dyja mund të kaloni një fundjava njëre mrekullueshme se ju mund të dini dhe në qytet në Antalya mund të kërkoni Zbesoj të dalim në të resort, gjitha janë të brenda. Recepcionin e hotelit ku gjithçka është e gatshme për ju, mund të na telefononi nëse doni të dilni me një nga të dërguarit tan, ai mund t'ju pres dhe mund t'ju shëtis në qytetin e Antalyas, i cili gjendet shumë afër resortit. Resorti ka plot 6 pishina të ndryshme, ka pishina me ujë deti dhe pishina me ujë normal të pishinave. Ndërkohë, përvoja është e mrekullueshme. Resorti është prallor. Restorantet janë a la carte, janë të mrekullueshme, deti blu, rëra e pastër, e praruar është në ngjyrë gold. Shefat e kuzhinës janë të mrekullueshëm dhe janë profesionistë të vërtet. Një prall që mendoj unë, ju vajza, duhet ta jetoni patjetër këtu në Kalistra Luxury Resort. Çmimi është duke filluar nga 1.549 euro për person, nëse doni të merrni fëmijë me vete, fëmijët janë falas, për gjithë mikesha tuaja nëse... Ne themi, por e komshire, fëmijët e shoqe. Kjo ofertë, si që u thashë dhe pak më parë, është deri në datën 30 prill. Ne deri në maj, faktikisht, me udhëtu. Keni në një datë në maj? Po, në çfarë date jeni të interesuara? Nga 17 e tutje. 17 maj, ja do ta kontrollojmë. 17 maj. Po gjithsesi neve e mbyllim, domethënë, në rast se... Po kemi futurimin e parë është eksaktësisht me datën 17 maj. Ua, perfekt. Globus Travel mundson udhëtimin, futurimi është direkt me Turkish Airlines. Është oferta e mrekullueshme me orare dite, po. Udhëtimi ka ushqim, po ju e keni për herë të parë apo? Jo, nuk e kam për herë të parë, prandaj edhe po të pyes, gjithsesi që ta di këtë punën e ushqimit, se dua ushqimin në avion, në rast se nuk ka mundësi të ha para se të pustoj, edhe ushqimin në avion është rëndësishëm. Atëherë, mund të e keni faqen Instagramit ton? Mund të na bëni pak follow, ju lutem? Jemi ato vajzat që ju kontaktuan pak përpara. Ju jeni dy vajzat që na kontaktuat ta thash më herë. Pak më përpara, mund të... Ja, do bëj follow Instagram. Po, bëj follow në Instagram, të të më bëni follow në Instagram. Atëherë, ju doni të niseni me 17 maj. Okej. Atëherë, doni ta rezervoni? Është e mbyllur? Dimi duke... Unë faktikisht... Po, unë them që kemi diçka tjetër, ndërkohë, në rast se... Atëherë, jemi tek Ela. Ela, Excellence Resort në Belek. To janë pamjet e... Nuk e di nëse ja mund ta shohim këtu. Ela, Excellence Resort. Ju doni të shkoni të dyja në Ela, Excellence Resort Belek, apo keni dëshirë që të shikoni dhe për dikë tjetër? Ose doni të merrni fëmijë me vete, apo... Tani, më këtu tani më shumë të dim për këtë Elën. Pra Ela është sinonimi i elegancës dhe shërbimit. Shikoni sa i bukur është resorti, ka një sipërfaqe shumë të madhe, ku mbizotron gjelbërimi, deti është i mrekullueshëm, ka një ndjesi paqe dhe një ndjesi shumë të mirë elegance. Për 6 net, pavarësisht se kur dëshironi të shkoni, oferta është duke filluar nga 1.599 euro personi për nisjen e parë, por vetëm nëse rezervoni deri në datën 30 prill. Ja tek shikoni edhe mbrëmjet që kalohen në Ela Excellence Resort. Çdo mbrëmje në amfiteatrin e Elës ka shfaqje të ndryshme, grupe të ndryshme që vinë nga shtete të ndryshme të Ballkanit dhe jo vetëm. Për performuar. Ndërkohë kemi dhoma pushimi me perde të bardha, të hapura, që mund të shijoni gjithë atë aromën e mrekullueshme të mesdheut.
Ndërkohë, Rëra është e butë, e praruar, Aqua Party, një nga atraksionet më të bukura të këtij hoteli, ku ju mund shihoni orë të tëra duke rëshqitur në për këto rëshqitset e Aqua Parkut. Ndërkohë, plazhi është me ujë shumë të kthjellët, është i mrekullueshëm. Ja të keni dhe kids, ku ju mund të, ose ju ose mikesha tuaja mund të marrin fëmijët e tyre me vete, t'i lënë fëmijët atje, dhe grupi i Ela Resort do të kujdeset për ta dhe ju mund të kaloni pushimet tuaja bus break date duke provuar një koktejl. Shoh që edhe pishina. Ndërkohë pishinat janë të jashtëzakonshme. Doja të thoja që restoranti është gjigant, kemi restorant a la carte. Ajo që doja të veçoja është që lojrat janë të mrekullueshme në këtë resort, do të keni gjatë ditës animatorë të ndryshëm që vinë edhe në momenti kur jeni bus detit, të bëni lojrat të ndryshme, ka spa, ja të kshojmë edhe një herë atë që është atraksioni kryesor i këtij resorti. Nuk mundesh të mos të kënaqesh me pak fjalë. Patjetër është, po shikojmë prapë Aqua Party. Ndërkohë, fluturimi parë drejt Antalyas është në datën 17 maj. Globus Travel mundson fluturimi. Fluturimi direkt me Turkish Airlines. Kjo ofertë është deri me datën 30 prill, nëse jeni të interesuar. Dhe ndërkohë, për gjithë mikeshat tuaja që nuk e dinë ende, mund ta shkruajnë në faqen tonë të Instagramit globustravel.al për çdo informacion tepër që duan të marrin për resortet tona. Ndërkohë, ju e keni punoni deri në fund të vitit, besoj që e meritoni një pushim Do doja të cilësoni pak çmimet tek Ela, është 1599 euro personi. Po, është 1599 euro personi, ndërkohë Kalista Luxury Resort kemi një çmim prej, më fal një sekond sa ta kërkoj, atëherë, jo, është 1549 euro personi, plus 2 fëmijë akomodimi falas. Nuk kanë diferencë shumë të madhe. Diferenca nuk është e madhe, ndërkohë luksi është i mrekullueshëm, e tham dhe një gjelbërim, pishina, restorant a la carte, spa, amfiteatri, Aqua Parku, shefat e kuzhinës të mrekullueshëm, music live, beach bare, ndërkohë shërbimi i mrekullueshëm, recepcioni 24 orë i gatshëm për t'ju përgjigjur çdo pyetje, mund të kërkoni nëse keni dëshirë që mos të udhtoni mbasi arrini në Belek me avion, mund të kërkoni një transfert. Kjo është me një çmim ekstra që ju të transferoni nga aeroporti për të shkuar në hotelin që ju preferoni, me një çmim ekstra që mos të hypni në autobusin qendror dhe të shkoni direkt në hotelin që ju të vendosni për t'u akomoduar. Çmimet janë aq të lira, aq të shtueshme që jetë Unë jam shumë e qartë edhe atëherë nëse doni ti shikoni edhe një herë. Unë jam zgjedh Kalistën. Edhe unë Kalistën. A mund ta di pse keni zgjedhur Kalista Luxury Resort? Pse ishte kjo zgjedhja? Atëherë më pëlqen gjithë aktivitetet që ju keni. Tu besoj do ketë më shumë fëmijë, këtu më duket sikur mund të kemi dhe kohë më shumë për të çlodhur. Në fakt e dua shumë të Rërën, që është si e bardhë në gold, prandaj jam e interesuar për Kalistën. Edhe çmimi duket i arsyeshëm, po për të gjitha këto kam përshtypjen të dyja i kanë shumë interesant shërbimin, të dyja ofrojnë pak a shumë shërbim. Po të dyja. Atëherë beach baret i keni shumë afër me bregun e detit, në çdo ambient të resortit keni ushqim, keni ndërkohë lojra të ndryshme, siç ajo thash, mund të konsumoni pije gjatë ditës dhe frigoriferët janë shumë pranë shezonëve ku ju do të pushoni. Çdo gjë është ultra all inclusive, e mrekullueshme. Shumë faleminderit. Vajza punoni aq shumë, lodheni aq shumë, jepjani vetes një kënaqësi për të pushuar në Kalista paska edhe një hapësirë të jashtëzakonshme, kam përshtypjen që natën, domethënë në mbrëmje mund të bëjmë një ecje me njëra tjetrën, pasi të kemi lexuar edhe jemi më të shplotura. Edhe Instagrami mrekullueshme, ato shampo t'i keni sigurisht, ne kur shkojmë gjithmonë për hotele, kërkojmë që t'jetë balsami, shampoja, t'jetë tharsja e flokëve,
fuqat e dhëmbe, gjithçka është ultra all inclusive, kemi gjithçka vajza. Edhe të cilësisë me sigurt. Pas ka dhe fusha teknik. Po mund të luani tenis, mund të bëni palestër. Instagrami do i bëjmë nami, do i bëjmë. Zbordi bëjmë Instagram. Faleminderit. Shkojmë me kalistën, e mbyllim. Shkoni me kalistën datën, ju lutem 17 do të udhtoni me fluturimin e parë drejt Antalyas. Absolutisht po. Atar, data 17, ju lutem emrat. Lori? Lori, po. Danja. Lori Danja, Say Globus, Think Travel. Ishim të Mara. Faleminderit. Që doni të udhtoni me ne. Ju faleminderit. Faleminderit. Hade Egli se ka me mëra. Pritë se më thirën. Që, mirë, o, baba, Kingi, hade. Ja, ku po dën. Eglin, Eglin, edhe, hade Loredona, po vjen. Gela vetëm pushim. Mirage Park Resort. Hello. Antalya. Hello. Ej, përshëndetje zonjë, Lori, si e jem? si që po kalon, hajde këto të Kingi që ta dridhë. Kush do vi me mu? Egli? Mirage Park. Ha. Qëta është vjen? Shumë kurios të ashtat. Besëm ki mu pasionu, ha? Për ju Më rëzi po pres. Për ju Jam feta. duke Gjarë zakonisht analizuar të për të mërshme. zgjedhur vendin më të dur për pushimet, edhe kam ardhur këtu posaçërisht sepse mendoj se Globus Travel ka zgjedhjet më të mira për pushime. O shumë e vërtet, edhe unë jam i lumtur shumë. Ofertat pa para, shumë miqtë e mi më kanë folur për këtë Globus Travel and do të mësoj Edhe unë jam shumë i të kemi lumtur. eksperiencë Edhe me si këtë dalë jashtë, agjenci. si dalë jashtë. Si dalë, bre. Disho si dalë. Absolutisht, Globus me zi film po ki, qapim presim ki. për pak pushime. Po kry. Si po shkojmë punë? Mirë, zamër, që është të qëtë të ditë, që të i prit mishtërit. Ti pushime? Unë e Ku të zamër, beglim? më konë jarë bodrum. Kur njetish. Hade, ylle i shqiptaris. E zëmërëm. Atëherë janë isim. Ej, Ajde vim tamam. ej. Epa. Hello. Hello, përshëndetje. Ç'kemi, si dukesh? Nani çpak? Që diskoteka sene. Ej, desta mi u prezentu me Mirage Park Resort. Ndodhet nga zonat më të lakmuarat e Antalyas, sidomos nga pushuesit italian, grek, spanjoll edhe shqiptar. Ka aty edhe shqiptar. Për shkak sepse unë jam të fol. Ndis mikrofonin. Po dhe vlla. Sidomos nga Edhe mos ndërpriti, sa të kam thënë. Ka dhe shqiptar atje. Për shembull, a di pse ka dhe shqiptar? Sepse ngjasën me jugun ton, me ujin e kristalt, okay? Dhe me guraleca. A shkel me gura. Bravo. Për jetë tash në dëgju Kingi. Kameri. Jo, Kemeri. Kishe emrin e një? Me sa të Kelemandi, Kingi. Kemeri ka një klim me temperatura, për afërta me Greqin dhe me Shqipërin. Me thënë është i miksi perfekt. Bravo, po normal. Jugu jonë, Greqia, të dyja bashkë në Kam një brese kohale o dërëni. Ua. Kini mu knoqë Zdi pa presë gjë. Në gëni, vish lekt. I qitni edhe jemi në rejë. Sa Ku metem, është okej. kosa për Prit, tash dolim aty, një herë, po të leo Sa pa durush me jemë zemër. Të leo pikë pytje pak në dësani. Mos e di dalë bicikleta, ma. Këtë salet me t'i kalcu smujnë jesë, du me t'i kalcu kreqitu, që ka kokjo mrena, edhe kur ta epi qmimin në fund, ki mu fasionu. Ka dani. Një hotel, ku shuhet për hapësirat e gjelbërta dhe territorin e pafundëm. Okej? Dhe gjën e Kingin, ka një restorant qëndror. 5 restorantet e tjera, la carte që janë këto 10 bara, A la carte. të përfshira në koncept la carte. A la carte. Okej? Dhe shumë snack bara, çka është kjo? Të shpërndara gjatë gjithë Që më të marrë resortit. snacks, gjëra. Po, snacks, po, Nga bravo. cmot, pa kushim. Një javë pushime në Mirage Park Resort, do të thot një javë parojs.
Me çfarë na Është ajo që ne po kërkojmë. Duam një javë për allore, si në parajsë. Temperaturat e dur. Imazhet po na lën pa fjalë. Një gënë tashë, një gënë tjera, ato sa kanë fascinuar tash. Resort ekskluziv i Globus Travel, okay? Oferta si asnjëherë tjetër, duke filluar nga 1.199 euro personi, plus 2 fëmija akomodohen falas, por kjo ofertë vlen për të gjithë ata që rezervojnë deri me datën 30 prill. Po bën shaka? 1.199 euro. Po, Po seriozisht? normal, më bob. Aq lirë? Po normal, bob. Po. Okej, një Mund të gënë. marrë edhe këtë tjetër atëherë. Ajo aq lirë. Okej, bëkeni e këtë me fitness, me park, me lome, me përdetit, me kakalet, Sa ditë do me ushqimi, me ushqimi. Me 1.199 euro i kemi mbyllur gjitha këto që na ka. Një javë ditë me lek, të hongër qëll, një lek. Lori? Unë them është zga perfekte. Mua nëse është edhe Tanja, mes edhe një gënë ishtë ashtim. Pritni, çfarë restorante ka aty, ju dhe të shionin nga kuzhina italiane, turke, e ndërkombëtare. Ti di që vdes për kuzhinë italiane. Çfarë shihni ka zoti madh. Edhe pse unë kur se më kon asnjë unën, po unë veç pe menoj çfarë mund të më krijuat, Dhe ti jetë Mund më të slike. provojmë pak nga të gjitha, nga një natë secila, shmërkulli fare. Ku ka aty? Ju do të shijonin nga kuzhina italiane, turke, ndërkombëtare. Është një ndër resortet që fotografohet me shumë nga Instagrams. Këto Ato duan. Që ka vendi perfekt për ne. Për dy shoqe në pushime, ky është Ka këto vendi spotet aesthetic pleasing, ëh? Po, estetik po. po. Po këtë shti fara si bukra seksi si ju dyja. A di shamojnë aty? Ja, i fix këtu për shembull. Oh my god, ja. Edhe për Instagramin kjo gjë, ja. Për content. Që pas ka dhe zozaksi, ka magji, ka sene, ka... Janë koncertet e darkave të mbrëmjeve? Edhe fall ka me filgjona me kësitur aty që ta ka zënë rrugën kur ki mu martu e që të punë. Po këto janë përfshira në çmim këto? Ka zënë për 5 vjetë që ka me ndodhë me ty. Janë përfshira në çmim? O, moj zemër. Bukur. Okej, kjo mua po më të ndonë. Pritni s'pak ta ka zënë ofertën e fundit që e kemi. Ka dole, ku metëm? Ku metëm më vëllon? Po, që fotografuet, po, Instagrams, po. Në çdo detaj ka art dhe elegancë. Globus Travel di me se miri ku të na qëj. Plazhi dhe të jetë i paharruar këtu. Det apo pishina, ju dhe të shionin ngjyrat spektakolare të lindjes dhe perëndimit të diellit. Fantastike. Unë dua të domën me pamje nga deti. Domën e duam me pamje nga deti, absolut, po. Pamje nga deti. Me pamje nga deti, se s'bën, ishte perfekt. Allo? Po, 2 goca. Pamje nga deti. Okej. Hajt u kry. Bez pak goca. Faleminderit. Ua qa shërbimi Globus Travel, me sekonda duke... Fluturim, një gëm për fluturimin, që është tash. Fluturimi i parë drejt Antaljas është me datën 17 maj. Qika, nxit, tani. Globus Travel mund të sot udhëtimin fluturimin direkt me Turkish Airlines me orore dite. A barë, se të brave vajzën, a barë, Mund të shkruani tani, mundi mi shkruani Instagram globustravel.al për të rezervuar super ofertët që ju thash manalt, deri në 30 prill. Deri në 30 prill, a jeni tu mor vesh shikimi. Wow, no, unë jam pa fjalë. Me zje pres verën 2025, lumturia fillon bashkë me rezervimin. Say Globus Thinks Travel. Mirë është. Say Globus Think Travel. Po, këtë sloganin e keni fantastik edhe njësoj si ofertën. u kry, që kjo ke për juve, qika? Po tjetëri kësë lektën Ta dalë, ta është i kingi këtu, jo ka të zëmë edhe që to, oferta ako ka 1.119 euro. Qëtë 19 që një ove kingi. Edhe ecëm. Gjan kime. Vesh pak, për ju dyja. E kam, pëjtë më rëndon se e kam edhe një shfoqje. E kam edhe një sen për ju. Qiton, Sa të mirë që shumë kanë mëj. Shiko, dhe në të mëndecin dhe na jeshin. ju kësha thonë, qiton, Selectum Luxury Resort. Qiton ju kësha thonë me shku, a di pse me shku, a di që është me shku? Ti me shku, një gëm një mërë vlog. Po na mori mëndin pamja, është fantastike, është shumë e bukur. Okej. Wow! Asun e kur si më kohë.
Shikoj. Veç që të të punu të ditë njerës të i prit këtë u kënosh. Ti duke i bërë skon të njerëzve ke kërë bashku Një gëm një pak. Selektum Luxury Belek, një tjetër destilacion i sjell ekskluzivisht nga Globus Travel. Oh my god. Si hotel, si hotel është konceptuar në 2 zona. Ajo me prindër me fëmijë të vegjël dhe sigurisht pjesa tjetër për të gjithë gruposhat. Okej? Kemi me fëmijë, me pra ato që kanë fëmijë kanë një zonë specifike vetëm me familjar. Merr një krejt aty. Kenaç të krejt aty. Vetëm në Selektum Luxury Belek. Ka cullaki jelek. Bëg muzik deep house. Elektro, rryma, të mirë. Vetëm rinia tërbohet fare. Aty është merë, vëlla. Me për notën, pije, alkohol, ushqime. Qajnë këtu sane? Vajza, goca, treja, të më shume. Krejti ki aty. E po Globus, ke lënë do një nga këto resortet luxury pa e marrë në... Një gëmë sa apë shumë guen. Një gëmë në që të... Si hotel po. A kështem gjitha? Po. Sa shumë... Një gëmë sa... A di sa pëshinat e bukra ka aty. Pishina për familjen, për fëmijët e vegjël, pishina t'jashtme dhe të mbëshme. është disë marketingut kjo dora. Ej, respekt që po lexoj, a? Apo se arabe. Po lexoj, o i zemër, po lexoj. Duhet duke në i shpeguar me fjalët e tua. Madje ka dhe pishina me ujë deti, ujin e morin, nuk është këti detit. Ujin e morin, normal, ujin e qesin aty, avi që kërposin. Nuk është, të e në filma që, është ujë detit. Kështu që... Imaginoj kështu të kë... Po, me dhe, që ta ti të ullatu, në tuaj të të shku për masë. Me kryp. Kryp deti. Edhe një ma që, a dikush me bëke kërposin? Nusreti. Nusreti vetë? Jo. Ba. Ta e pëtëm dhe ti kanë gotës. Man. Po, fiksën Turqi është dhe. Edhe pasole, gjithë shka kokti, si tradicionale. Qfar kuzhina shka Selektum? Preta, se më rejtë e manena na. S'ka rita të reshta. Jude. Porku ullor është mahnetës. Me rëshqice. Unë bende kota gjithë ku e lajë, Vajza, nëse jeni më shku mu knoq, shkoni së që kemi filluar që tani me thënë drejtë. Ne marrim dhe ty me vete, se që nga super fan. Jo, zamër, i pagun këto. Në vjetë që në... Se ti e ka duke me bo filma. Ky thot pagoni dhe këtë time, edhe në 19 euro i pagoj unë, thot kjo. Ne, gëm dhe. Marim të me që Qa kesh të thonë? I Globusit në Porku ujor është mahnetës, me rëshqicet dhe aquaparkun shumë gjërsh. Nuk di kush do kenaqet me shumë të rriturit apo fëmijet. Janë 8 rëshqice. Madje, njëra është Edhe kjo është me pasuar. Si kur je mes gjungles. Wow. A dine me 90 në të qëri, a dine. E dini sa është qmimi? A dine me thonë qmimi? 1.100 Jo, Pas më duar që është 1.000. Jo, s'është e vërtet. Për ju dyja. A disa është? Komet. Duke filluar nga 1.190 euro për person. Për 6 net, këshmin vlen për flutorimin e parë vetëm nëse rezervimi bet në ku, deri në datën 30 prill. Pra, pas datës 30 prill nuk e kapi më Pas këto datës ofertë. 30 prill, vjen këtu, edhe të kalzoj diçka tjetër në ty. Ej, mos më thoj të shkoj me të Turkish Ata kalim pak të plazhi? Po kalojmë. A do ne pak të plazhi me kalim? Qunë jam ka të plazhi. Ka dalë, brigjet unike dhe me zdheu i Belekut. Do të shëndrej qëndrimin tuaj njën nga momentet me romantike dhe relaksuse. Keni masazha, romantike. keni bryla. Mund të qetësohemi. Komedita Kemi dhe dhe shako. pjesën që për të have fun, kemi dhe pjesën për të qetësu. Kemi të gjitha. Kemi, imagjino sa fotografi të bukura mund të bëjmë. Nëse s'muni me ndalu vetën tu për kthejt prej të mira, Kjo nuk është një fjali që vjen nga syve. duke përdoj vetën me të mira, në maksimum, atëherë, jacuzzi cabanas.
kjo është jacuzzi kabanas, a e dini çka është? Me thënë drejtën jo. Kabanas, Me kabana, jacuzzi me kabana, me sen. Ashtë nga këto jacuzzit si në ato Kabanas. botet e verës? Edhe unë ashtu me ndodha. Që ashtë të diçka është s'pe dia sosa. Unë besoj se janë ato aty që ishte Kabanas. Janë vetëm për ju. Janë vendet me komodë ku të gjithë duan të shijojnë koktelin, buzdetit, koktelin, a jeni të eni, kingi, koktel. Një kam një tash. Restorantet janë të zakonshme të buka dhe unike, do të gjeni ushqim italian, grek, turk, e deri të asiatik, pa dëshim që dëshironi dhe sushi. Ja, dhe sushi në moment. Do të fiks në momentin që i përmanda. Që kjo mrena koka. Shumë e Perfekte. Edhe pak në kamet. Fluturimi por drejt Antalyas. Mos më thoj është me Turkish Airlines. Edhe pak në kamet. Fluturimi por drejt Antalyas është në 17 maj. Globus Travel mundëson udhëtimin fluturimin direkt me Turkish Airlines. Me orar dite. Mund të shkruani edhe në Instagram që ta shihni globustravel.al për të rezervuar super ofertën që thash me lartë. Deri në datën 30 prill. Selektum Luxury Belek është ndër resortet me të kërkuar deri tani. Se Globus Merri ofertën. Merri. Nisu fillim shku në Belek. Më prit sollak ja lek. Mos. Po të zgjidhni. Shumë. Globus Travel. Faleminderit shumë. Lert? Pa sharpë mësua më lezu edhe në Big Brother. O bodol. Oke. Ajde do vend të lartë si kur jemi qift. O kokahi. Kush reggaetoni, ha? Reggaetoni, kam unë. Regnum. Hajde ullë. Ja, po shka me pitë cigare. Hajde more këtu njërë të mbyllim që është i fundit. O dhe tre. Thërë në ka tjetër. Hajde, dalë. Dalë. Mirë se erdhët, faleminderit, mirë se erdhët në Globus Travel. Mirë se gjeta. Say Globus Things Travel, atëre. Jeni të interesuar. Daniel, hajde. Jeni interesuar për ta fillojmë mirë nga Regnum. Po, çfarë të doni të më sugjeroni ju, me të drejtën, unë jam e hapur të gjej variantet tuaja. Thjesht di që dua të bëj ca pushime relaksuese edhe kjo është shoqja ime, duam të shkojmë në hotel të dyja. Mirë se erdhët në Globus Travel. Përshëndetje edhe një herë, përshëndetje, faleminderit. Do me thënë, e nisim nga... Hajde ti, ta se s'do, do me një. Jo, me do në dhomën i rëfimit. E nisim nga Regnum, Regnum Karja Golf Hotel. është, shiko, është hoteli që... Tani si t'ju a them, është hoteli që ka pushuar Barack Obama. Ashtu? Dhe Angela Merkel. Okej. Po, pra e kuptoni që është një hotel për personalitete shumë të mëdha. Prestigj. Për stare botror. Mjafton t'ju them që shpesher aty është tradit çdo vit, vjen Jennifer Lopez, vjen Dua Lipa, Mund të rastisim aty me to. vjen Rita Ora. Do të shkojmë atje, po jo, mos u shqetësoni për legët, se tani ku do i shifni gjitha bashkë? Jennifer Lopez, Dua Rita Ora, Dua Lipa, Rita Ora, Ricky Martin. Pse vjen dhe Rike? Vjen dhe Rike. Urdhëroni, ja. E keni këtu, si që shifni, Ricky Martin. Do me thënë që ka hoteli që përzjedhe celebrity. I kemi ofertë të gjithë. Unë nuk shkoj pastaj dhe Ricky Martin. Ne i kemi ofertë të gjithë, vjen Dua, Rita, Jennifer, në fund vjen Ricky dhe... Vjen gjithë brenda një dite këta? Jo, nuk vjen brenda një dite, duhet të shkoni një javë aty. Qartë. Jeni një javë aty, pa Po tjetër. morën vesh që jemi ne. 100% do bëhen gjithë Do bashkë. jenë një javë, është një javë. Ka pishina për fëmijë, tani nuk e di, ju intereson për fëmijët? Mua, ne personalisht jo, ne jemi vetëm dy shoqe, po kam në fakt një familjarin tim që do të shkoj bashkë me fëmijët edhe mund t'ja sepse sugjeroj. fëmijët janë falas. Janë falas. Pra, ju pagon, do më thënë keni pagesën tuaj, është, do më thënë, nuk e di sa, keni shkuar, keni parë dhe në koncert të Rita Orës? Jo, me thëmë të drejtë. E dini sa do shpenzoni për të shkuar në Londër, për të parë një koncert Rita Orës? Një Rita Ora jep koncert apo pushon këtu? Jo,
jep koncert. Jep koncert. Është eftuar, patjetër. Okej, unë mendova se ka shumë është eftuar, mund ta verifikoni dhe në video. Siç e shihni është mes gjelbërimit, të haven ta shikoni më sigurisht. Është Regnum Karja Hotel, është fantastik. Pastaj i keni kuzhina, është sigurisht restorantet janë à la carte, siç e shef ke shfaqje ndryshme Jaku, është Undro, Jennifer Lopez, Dua Lipa. A e kuptoni? Jaku keni edhe këngëtar të tjerë, Fantastike. Jason Derulo. Jason Derulo, ju njihni vetë. James Arthur. Okej. Pra, do me thënë, është një... Një këtu që nga vërtet vetëm celebrity të vetëm të shkoni në 5 koncerte të tilla sa do argjoni. Ne u afrojmë të gjitha me 2.839 euro. Bashkë me akomodim, grënje, Gjithçka fletje, akomodim, pishina dhe 2.839 euro për person. Mund të bëjmë dhe një, në qoftë se tani i kap një oferta deri në 30 prill që duhet të rezervoni. Fluturimi i parë në Antalya është në 17 maj. Antalya është Anatolia e antikitetit, është ajo që ne në Shqipëri thoshim diku në Anadol. Është Anadoli diku shumë, Anatolia. Dhe i keni, po sigurisht, i keni këtu, keni detin blu, rëra është e mrekullueshme, pastaj palmat, si që shif, na, urdhro, sërish, nuk ka, dhe unë video flet vetë. Duket sikur ke shkuar në fakt në një tur të këtyre si me Tom Jones aty, me të gjithë, do më thënë nuk ka mundësi, urdhroni. Do më thënë, nuk kjo ju sugjeroj të mos e humbisni. Kemi relaksin gjatë ditës. Keni gjithë shka, ka pishina për fëmi, ka lojra uj, ka rëshkitse, spa, po pa tjetër, është Regnum Karja Spa Resort. E ka vetë reklama, e thot atë. Pastaj ka një, shiko, ka një, do më thënë është, i kushtuet shumë rëndësi check-init, ka masa siguriet jashtëzakonshme. Janë korrekte? Janë korrekt, jo, flasim, ne presim personalitetet botërore aty. Globus Travel është krenaria e Globus Travel. Krenaria e Globus Travel është Regnum Karja Golf and Spa Resort. Është, ne jemi të vetmit në Shqipëri që e zotërojmë këtë. Tani edhe njerë, t'ju a them sërish, Barack Obama, presidenti i Shtetit Bashkuar, Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë, zonja Ekurt, e kuptojmë prestigjin që ka si resort. Këtu keni diçka që mund të lidhni një sy vetë, në qoftë se doni, ndërkohë që unë flas, spa sigurisht gjatë ditës është në shërbimin tuaj, restorantet i keni à la carte, nuk është thjesht 2.839 euro për person, 2 fëmijë falas, mos harroni, pra për 4 veta është... Jo, në fakt e kemi ndarë mendjen që duam të bëjmë pushime dhe nuk... Perfekt. Nuk do... Mendoni një foto tani me Dua Lipa, një foto me Dua Orën. E ke shitur? Pikërisht. Na bëni... Jeni Egli dhe Daniela, po na bët follow, ja, 5 minuta pak më përpara, po e pam në glabustravel.al, po në Instagram. Ne kishim menduar të bënim pushime, po si që ishim në kafe, thamë, kush është më mira, do futemi te Globus. Normal, se i Globus, Think Travel, nuk diskutojnë. Ajo tha Globus, unë mendova Travel. Ti mendove Travel dhe jaku jemi. Dhe thamë direkt nisemi, prandaj erdhëm, ju shkruajtëm pak më herët, po erdhëm direkt. Edhe njerë, unë po ju them, nuk do ngeleni, jo vetëm do ngeleni të kënaqur, po nuk do i ndajeni Regnum Karja. Është mjafton të shifni videon dhe gjithçka flet vetë. Urdhroni, ja ku keni pishinat, jeni mes gjelbërimit, ajri i pastër, është super luks. Antalya pastaj është një vend jashtëzakonisht historik, me një histori fillon nga antikiteti, vazhdon Bizanti, Perandoria Otomane. Në fakt duam të shkojmë të lodhemi me historinë. Nuk do lodheni fare, aty është, domethënë është dhe pushim, po është dhe edukativ pushimi, më kupton, ka dhe formën e tij edukuese, nuk është se do të shkoni edhe do rini gjithë ditën në pishina, po në mjafton koncertet që do shifni. Kemi shumë sport. Për diçka do ju propozoja dhe Voyage Sorgun. Voyage Sorgun është edhe ky është në Antalya, është me 1.469 euro, është pothuajse gjysma, por aty nuk keni Dua Lipa, nuk keni Rita Ora, nuk keni Ricky Martin, nuk keni Jennifer Lopez, nuk ka shkuar Obama, nuk ka shkuar Angela Merkel, por aty keni 9 bare të ndryshme. 9 bare të ndryshme, keni akullore artizanale, turke, keni brandin Magnum, dhe aty jeni 6 net magjike. Po. Ju jeni shqiptare, apo keni diçka shumë me skandinavët, me...
Në Turqi më thonë Rusja, gjithmonë. Atëre, pushuesit aty janë në vojar sorgun, janë holandez, belg, edhe francez. Do ngatroj shoqen time me ndonjë Që... Do marrin ata. Jo, nuk do marrin fare, nuk do marrin, besoj që muzika, animacionet, argëtimi, plazhi, pishinat, ushqimi, ne për ato po shkojmë. Do ju sillin një vibe të tillë që aty kulturat bëhen mix, edhe ka një harmoni bashkëjetese dhe pushimi mes holandezve, belgve, francezve. Me nacionaliteteve të ndryshme. Gjithë ato komsip dhe ku i dihet, ndoshta mund të njihni edhe dashurinë e jetës suaj aty. Nuk i dihet. Nuk i dihet asnjëherë, nuk i dihet asnjëherë, nuk i dihet asnjëherë. E vërtetë, çash. Po, çaj ka kismet, tjetri e ka kismet. Prandaj në vojar sorgun mendojeni është gjysma e çmimit, është gjysma e çmimit. Restorantet, restorantet janë restorante luksi, janë all inclusive, gjithçka është super ofertë, super ofertë. Kuzhinat janë të ndryshme. Dhe mos haro, kuzhinat janë të ndryshme, po ke kuzhinë mediterane, ja ke pastaj keni sushi, keni gjithçka, Kuzhina pastaj tradicionale turke, mos harroni fluturoni me Turkish Airlines. Ju e mundsonim duket linjën direkte. Globus Travel. Vetëm Globus Travel e mundson. Po, Voyage ka opsionin e fëmijëve falas? Voyage ka 2 fëmijë falas, po ju thatë që... Jo, thjesht për t'ja rekomanduar ati familjarit tim që është interesuar. Dhe oferta është deri në datën 30 prill, prandaj duhet të nxitoni. Duhet bërë rezervime deri në 30 prill, se pastaj mbaron oferta. Është dhe ofertë tani. Këte kemi kapur me gjysmën e çmimit. Urdhroni. Po, ka banjo turke, ka banjo turke. Sa mirë, jeni shumë e vëmendshme që e pat. Urdhro shikoni palma këtu, pishinën, pastaj keni, siç e shihni, urdhroni mes gjelbërimit ka një ajër të jashtëzakonshëm, domethënë aty shkoni edhe vërtet do të ndjeni një kënaqësi të jashtëzakonshme. Është, domethënë është një botë, një oazë lumturie, është një botë prallore. Gjithsesi, unë ju thash, keni, po, e shoh që ju jeni aty te Regnum Karja. Më pak mendja tek Regnum. E kuptoj. Shiko, do shtrëngohemi pak për çmimin. Po. Nuk do shtrëngohemi fare se... Po ne kemi ndarë mendjen. Ne duam vetëm të kënaqemi. Ne kemi ndarë mendjen që do kënaqemi dhe do pushojmë. Nuk duam të përsëri. Pra bëjmë të dyja. Atëre te Regnum Spa Resort, unë mendoj që do ngelen të kënaqur. Mendoj që po. Ashtu them dhe unë. Shikoni, Dua Lipa vjen dhe në Tiranë, por nuk gjenden bileta. Si do e shohësh? Ke Dua Lipa, Rita Ora, Ricky Martin, Jennifer Lopez. O goca tona do t'i shohim se s'pa. Po kështu që pastaj merrem me mend, aty do ketë dhe shumë shqiptarë. Kemi punuar gjithë vitin, ne kemi halal në 7 ditë. Mendoj që e meritoni, të dyja gocat bukura jeni dhe do zoti. Çmimi nuk është jashtëzakonshëm. Do zoti, pastaj e kuptoni, klientela aty për këtë çmim janë njerëz të një niveli tjetër edhe juve ju shkon ky lloj elitarizmi se e shoh që jeni goca me klasë. Faleminderit. Keni një farë aristokracie kështu. Po. Na karakterizon. Më pëlqen. Jo, klientët e Globus këta janë, për ne përfshim gjitha shtresat, por kemi çmime ndryshme. Mund të fillojmë, kemi edhe me 800 euro, por 2800... Kishit edhe një ofertë madje deri në 30 prill, ishte një resort me 725 euro. Është dhe, po unë do preferoja më mirë të shikonit për juve, atë jam tepër për familjar, se janë dhe grupe që shkojnë edhe më ndryshe. Kurse ju jeni 2 goca të reja, ju një bjonde, një brune, mendoj që aty mund gjeni dhe fatin tuaj. Atëre, me pamje nga deti, po, me pamje nga deti. Po patjetër, gjithmonë me pamje nga deti, nuk ka, dhomat të tjera nuk ka. Kështu që besoj se... Pastaj nëse kemi diçka të paqartë, mund t'ju kontaktojmë në Instagram të Globus. Gjithmonë te globustravel.al, na shkruani 24 orë shërbimi. Po, ose ju ose Daniela apo Danja, është shkurt. Ne shoqat Danja. Faleminderit që vini kaq kështu në kontakt afër. Faleminderit. Faleminderit juve, prezantimi ishte fantastik. Ishte një kënaqësi, turoj punë të mbarë. Si Globus, faleminderit shumë. Think Travel, dhe faleminderit shumë që Faleminderit juve. Jeni shumë sjellshëm. Faleminderit shumë. Na kënaqet. I mbyllëm dhe 2 tjera. Të shkallët jeni. Që të gjerta aj ka shpis. Tani. Ti mbledhim... Super agresiv. Mi dorëzoni pak të gjithë fletët. Po.